Por nëse ka të drejtë, po nëse Meltemi me të vërtet po gënjen, po edhe nëse është të vërtet nuk kam çfarë të bëj, pas gjithë kësaj nuk mund të dalë për Baltarokut dhe të them që gruaja jote nuk është shtatzan. Ah, moj Leila, përse i ke ashtu? Edhe unë ka sa ko që po e them këtë bi. Psi i ku tani kjo vajzë kështu për një herë? Nën ishte zënë me shoqet e veta pra? Mirë po bi, sa vjeç është kjo vajzë? Po zjetë kaq shumë se që të mërzitet shumë? Shiko, edhe ti e fryrë brenda. Ma thuaj mua të vërtetën, a ka diçka tjetër? Motra Limon, mos shiko ti moshën e saj. Çfarë probleme shkan tani të rinjit të sotit, për bes nuk mund t'i kuptojmë ne. Por që ka mërzitur shumë vajza e gjarë. Edhe unë mërzita shumë, edhe unë. Çfarë the? Ha? Ashtu, Ajseli ka të drejtë, thash, fëmijët e sotit janë kështu. Janë kështu pra. Unë të shkoj të përgatis tryezën, do na ka puria pas pak. Jeta ime, unë dua të falenderoj ty shumë. Pra, dua të them më mbrojtje. Me them sigurisht se do të mbroj. Po, ashtu është, por me qenë se më parë nuk e bërë një gjë të tillë, nuk e di, jam e llastuar, më pëlqeu. Leila, pse e bëri këtë? Me të vërtet nuk mund të kuptoj. Ai mjaft i dashur tani? Në rregull, ta mbyllim këtë temë, do të flasim më vonë. Jo, kjo nuk është temë që flitet më vonë. Unë do shkoj të flas me të, është bisedën. Tarëk, të lutem, mos i bëj më shumë presion vajzës. Madje, e dëgjove doktorishën, sa shpejt i harrove gjëra që tha? Unë nuk duhet të tensionoj më tepër. Për shëndetin e foshnjës tonë. Madje, shiko, sot edhe unë dhe foshnja u mërzitëm shumë. Në rregull, por ne duhet bëjmë diçka. Melisi nuk është këtu. Melisi? Po? Çfarë do të bësh me Melisin? Prengat ati, pra janë në moshën e njëjtë. Le të flasin, ndoshta i bën mirë. Ha, po, mund t'i bënte mirë, por Melisi nuk është. Shkoj tek shoqja e vet. Kishin disa mësime ti mësonin bashk, atje do qëndroj. Gjithsesi, në rregull, çfarë të bëjmë? Do flasim më vonë atëherë. Mos u mërzit. Në rregull është. Biseduam me tezën Saide. Tha sigurisht që mund të vi. Çfarë është teze Saide? Gjyshja ime. Edhe gjyshja Saides quhet Saide. Çfarë? Çfarë është ajo ashtu? Ai nuk u preket ti apo jo? Vajz po bëj shaka, pra edhe ashtu mua më pëlqej shumë që të vendosen emrat e më të mëdhenjve në familje. Ashtu? Prenga ta dy, ti po si qesh ashtu për një herë? Ti mos më shiko mua, jam pak nervoze. Mbase gjithçka është në rregull. Unë të shkoj më në shtëpi. Një sekond, pra. Akoma nuk më treguat se çfarë po ndodh. U fiksove edhe ti, do të ta them gjithsesi vajz, tërë natën do të bëjmë tash e theme. Ai mirë, në rregull atëherë. Hajde ja. Eja Brenda. Mirë se erdhe, bi. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që më pranuat si mysafir. E po t'ja dorën gjyshës time, pra? Dorën? Pas shumë që dhe ta puthin dorën shpirtim. Shiko, qëndroj qetë këtu në shtëpinë tënde. Omeri më tregoi situatën. U mërzite shumë, bi. Faleminderit shumë, Rofshi. Ai çfarë herë vjen këtu? Shpirë të harrua ushqimin, e shihni? Hajde ju ulluni e pushoni, unë të shkoj të ushqimin dhe do të vi. Ushqimin? Po, çfarë ka këtu?
A kjo më shumë i vjen era si ashtu, Si qka? a i në rregull i vjen era ushqim. Hajde më trego ti dhomën tënde. A, mundet? Hajde ja. O zot, këta njerëz nuk janë shaka. Nëse nuk e bëj atë që thonë, ata mund ta dëmtojnë Jusufin. Mirë, po deri kur do të zgjat kjo gjë? Unë kam patjetër t'i tregoj Jusufit për gjitha ndodhit. A akoma këtu është ky? O zoti, më ndihmo mua. Më duhet ta paralajmëroj Jusufin. Për ndryshe këta fëllicësira do të dëmtojnë atë. Zonja Iqbal, çfarë ushqimi po bën? Ashtu, Çka? A harrove të flasësh? zonjusha Melis, dje më dha një recet për ta bërë në furrë, pra atë po e bëj. Do të vi në mbrëmja apo jo? Nuk do të vi. Gjithsesi, do i ndaj pak. Kur të vi do haj. Do të haj. Ju si jeni zonjë? Jeni më mirë apo jo? A nuk e sheh Iqbal? Mirë jam pra. Pse po më pyet? E kam porositur bukën, tani duhet të ketë mbritur. Mirë, në vend se të pyesësh hallin tim, shko merr atëherë. Çfarë bëri kjo vajzë mall? A thua kishte para me vite? Ai, lëre fare me them. Le të zvaritet pak, le të bëj çfarë të doj. Melta, çfarë ndodhi? Ka ndonjë problem? Jo, jeta ime, ashtu. Mërzitesh ta xanis pra. Si ashtu? Ashtu. On e kuptova që sa më parë kam dëshirë ta marrë fushnjë në krah. Do të jetë e vështirë për mua të pres 9 muaj. U mërzita pak duke menduar këtë. Sinqerisht, zakonisht ne nuk ham kaq herët, por pasi deshet ti ashtu, Çfarë të bëja sa dish, më kapi uria. A të haja vetëm? Jo, a gjithmonë hani kështu herët vi? Pra varet, për ju pasi më pyetët se ku të ham, edhe unë e thash le të ham më njëherë. Mirë, barebi, mirë. Edhe ashtu unë çdo ditë e shoh në televizor, edhe mjekët thonë hani më herët, pra. Po. Moj sa dish, a kështu vendoset kjo? si vendoset? Thika duhet të jetë në të djathtë, ana e mpret duhet të jetë e kthyer nga brenda. E nëse vendoset kështu çfarë ndodh? Sa dish, njerëzit me sheku i han kështu, kurse ti shiko çfarë bën. Përbes edhe ne kështu ham, por ti nëse do ashtu, Hajde, uluni të shohim, hajde. Mi jep një pjatat. Ai, çfarë është ajo? fasule, a nuk të pëlqen? Më pëlqen, por nuk e ha shumë. Ngjyshja që ka bërë shumë e shishme të lumshin duart. Të bëth mirë, bi. Ai, ti nuk të pëlqeu kjo? Ma thuaj, bi. Ndalë unë të bëj disa Jo, vezë. nuk ka nevojë, po ha. Vëlla, çfarë është kjo?